الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Atë falënderojmë për këtë falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne kemi hyrë në 10-in më të mirë të këtij muaji të Ramazanit, duke lutur Zotin e Madh Allahu subhanahu wa taala me gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta që Allahu na i mundson që këto net dhe këto ditë të mbushim me vepra të mira. Ne do të vazhdojmë me ligjëratën edhe zinxhirin e ligjëratave mbi rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku përfunduam në ligjëratën e kaluar pjesën e therrjes dhe sprovës së therrjes së djalit Ismailit alayhi salatu wassalam, ku Ibrahim alayhi salatu wassalam e përfundon këtë sprovë në mënyrën më të mirë. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot selamun ala Ibrahim, selami, mburoja, siguria, përshëndetja qofshin mbi Ibrahimin, nga se askush s'ka pas mundësi ta bën atë çka e ka bë Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Ne do të kthehemi tani tek rrëfimi prej në fillim, që ti nxjerrim dobit dhe mësimet edukative, morale, të cilat kanë të bëjnë me neve. Nga se thamë se qëllimi i ligjëratave nuk është vetëm rrëfimi, por është edhe nxjerrja e dobive, nga se ky është edhe qëllimi i Kur'anit. Nuk është qëllimi i Kur'anit që të na kallëzon neve që ka ndodhur në historinë e njerëzimit, por çfarë është? Është për qëllim që nëpërmjet ngjarjeve të Kur'anit ne të përmirësojmë vetët tona, ne të bëhemi autor të ngjarjeve tona, ne të bëhemi protagonist të ngjarjeve tona. Pra sikur që Allahu subhanahu wa taala përmend madhështi dhe lartësi dhe vepra të mëdha nga njerëz të mëdhej, cili është mesazhi, ja bëni edhe ju si ata. Ja, kjo është qëllimi, pra bëni edhe ju si ata. Kur kanë bërë mirë ata, bëni edhe ju. Dhe pse ne tregon neve rrëfimet e kriminalëve në Kur'an, për të na treguar se mos bëni si ata, por ndryshe përfundoni në xhenem dhe në zjarr dhe në dëshkim, sikur që kanë përfunduar kriminalët. Do t'i kthehemi rrëfimit të Ibn Abbasit radhiyallahu an, i cili e ka rrëfyer në mënyrë më të zgjeruar ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam prej në Palestinë në Qabe. Dhe ky rrëfim pastaj do ta vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala në ajete kuranore, ku na tregon Allahu subhanahu wa taala në ajete të shumta se si është zhvilluar ndërtimi i Qabës, se si është ndërtuar dhe zhvilluar ndërtimi i Qabës, e cila është kibla jon. Na çane e falem ikindin, andaj falim namazet tona. Dhe do shohim si ka ardhur te ndërtimi i Qabës, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një herë është fal nga Kudsi, e pastaj është fal nga Qabja dhe është vulos namazi për nga Qabja. Gjëja e parë që na tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu çfarë thot, është se e para e cila ka përdor korse, ka i themi ne për pantallone, për ta mbuluar shtatzanin, ka qenë nana Ismailit, Haxheria alayha salam. Dhe nga kjo të ndërum xhamat, çka mësojna? Se çfarë ka thënë Ibn Abbasi, ka dash me e fsheh gjurmën e shtatzanis. Ka dash me e fsheh gjurmën e shtatzanis nga zilia dhe xhelozia që e ka pas Sara, gruaja e Ibrahimit e para. Ajo s'kishte fëmijë, e kjo me njëherë mbet shtatzane. Andaj nga kjo dietar çfarë kanë nxjerr? Kanë nxjerr që natyra e gruas, tabiati i gruas cila ha xhelozia, dhe kështu duhet kuptuar gjërat. Por këtë arsye Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk tha, a diçka, mu nuk më intereson ju a xhelozoni në mesveti, a përlani në mesveti, unë e çoj temën, ti rri çetu, jo. Çfarë bëni? E kuptoi këtë xhelozit natyrshme, e mor njanën, e çoi në Qabe, e çoi midis shkretinës e la. Për çfarë? Për të na treguar çfarë neve Ibrahim alayhi salatu wassalam, se gjërat duhet kuptohen në tabiatet e tyre. Gruaja ka çka tabiat, ajo xhelozon. Sara e ka xhelozuar Haxherin. Pse kjo më pas më shumë? Pse kjo më pa evlad? Por burrin i cili shumë gjatë kohë ka prit evlad prej meje, e unë s'kesh ajo që u bora sebeb për të sjellni një evlad në dunia për këtë, atëherë sjelli kjo dhe filloi xhelozia e madhe. Shikoj sa ka shku xhelozia. E ka përdor e para në dunia shtrëngimin militar në trup, që ta fshehte, nuk jam shtatzan ala. Nga friga,
Insan halli reagon keq, apo provokohet, joshët, edhe bëndu një skenë që nuk du të me ba. Po këtë asyjet të ndërum gjëma, du t'i kuptojmë gjërat në natyrat e veta. Dhe kjo është mësim për çdo bashkëshort, për çdo burr i cili duhet ta trajton gruan e vet duke e kuptuar natyrën e asajna, duke kuptuar tabiatin e asajna. As ti mos i impono asaj tabiat burri, e ajo nuk du të me imponu tije tabiat gruaje. Ti s'u menon si ajo, as ajo s'u menon si ti. Apo, për këtë arsye shiko, gratë shohin detalet. Gratë shohin detalet. Burri për shembull, kur e di që një gruaja është shtatzane. Po e shkon e ti kujton se u ka trash ashtu. Ama gruaja tjetër e di. Andaj çka bën ajo? E fshehi. Pse e fshehi? Se e ka njoft ajo. Ajo i shet detalet, gruaja shet detalet. E ki pa për shembull i pengon luga që knena me nuk ka e prapa jo pse e kim nuk kështu. Pse? Çashtu janë gratë. Dhe ti nuk duhet mi shku kundër kësaj natyre, por duhet me e përcjell e curin e kësaj natyre për çfarë arsye? Se çashtu Zoti e ka krijuar. Edhe nga ana tjetër, burri i shet gjërat mbi trasha. Burri i shet gjërat mbi trasha. Do të thonë shtëpia, ati intereson murrat mirë janë, dera çati, xhamat mshel. Ama gruaja intereson, jo, mua nuk më intereson xhamat, nuk perdet ku janë. Pse perdja ka livrit? Çashti për shemb për ty është siklet kjo. O çam intereson me mua perdja ka livrit as ka livrit, apo? Ama asaj intereson. E tash njëri çka do më bë? Ku krijohet problemi? Kur ti do më ra, kur ti do më ra me e largu këtë natyrë të gruajës dhe kur ajo don ti e me të bëm mikshir detalet. E çish është harmonia? Harmonia është gruaja. Pse na Allahu na ka dhënë mend neve? Na ka dhënë edhe tabiat, edhe mend. Me tabiat na pi tabiatit së ndalna, ama me mend çka thu? Qëre, Zoti e ka falë çta çështu. Kjo do detale. Kjo e provokon dera mos më kanë kuzhinës së mshël. E provokon. Apo te ti më kanë kit dirçel. Apo luk kit më kanë. A ke po ti shkon në shtëpi kit tollovi nuk duket tollovi. Pse nuk duket? Zoti ka kriju çashtu. Zoti ka kriju çashtu. Por këtë arsye të ndërum xhamat, ta kuptojmë nga ngjarja e Ibrahimit alayhis salam me dy gratë e veta, se Ibrahim alayhis salam shumë natyrshëm e ka kuptuar këtë punë. U kri ka xhelozi mes tyre, e merr njërin e çon shkretimin e lë. Edhe pse Allahu xhelal ka urdhëruar ku me elan. Mirë po, kjo është mësim për neve që në rregullimin e familjeve dhe raporteve familjare, besimtari më kanë shumë i kujdesshëm, mos u përpik, mos insisto në ndryshimin e tabiatit se zdronaj. Nuk ndron. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mirë kuptuar tabiatin e grave në çdo lëvizje. Çashtu, çish e ka kriju? Jo rastisht ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, ai i cili tenton para prakisht na ka kallëzu çfarë? Ka thënë gruaja është e krijuar me pribririt lakum të Ademit. Çai bie lakum. Çashtu i shet gjora. Ka thënë alaihi salatu wasalam, in dhahabta, nëse do me shku me e bo mustaqime ta ndrejqe, apo zakonisht burit të tonë, apo me not drejtë ta ndrejqe, apo ta lëkteha, e thanë, qa me thije, i kanë tonë asosio me thije, e shlon. Mos të nëto, gjëra du t'i pranojmë qashtu që ish janë. Sikur fëmijën, ti nuk mundesh me fëmijën me bo muhabet të madhë, e bo muhabet qatë i ku është haj, apo krejt problemet lindin familje kur dikush tenton me ngrej dikat manal se apo dikush qëtër munor me ull dikan ma shumë se sa. Për këta syje shiko, Ibrahim a.s. e mirë kuptoj këtë gjelozi dhe qëfar boni? Tha, e regulojon e këtë punë. E mur Hajerin bashkë me Ismailin, edhe largësive, largë problemit. Largësive, largë problemit. Tjetër shpi, i krijoj tjetër shpi. Tjetra, të ndërun gjëvat shiko, kur e mor Ibrahim a.s. Çfarë thot Ibn Abbasi? E mor Hajerin, edhe e mor djalin e vet, duke i dhënë ajo xhin, edhe i çoi në gadishullin arabik, ku aty ishte edhe e planifikuar nga Zoti i Madh Xhelel Xhelalu që ndërtohet çabja e Zotit. Qibleja e krejt muslimanëve. Çka shohim këtu të ndërum xhamat? Ibrahim a.s. e mor vetë rregulloi problemin. Gjaa biha Ibrahim. Ibrahimi i mor edhe i qoj. Çka kuptojnë api qësaj të nërëm gjëmat? Sa ai cili përcakton vendet, ai cili përcakton rendet në shtëpi, edhe në qoftë këtë shtëpi, qoftë atë tjetërën që ka me e ba, o burri aj, jo gruja. Nuk i tha o Hajer, ku po do t'i me jetue? Apo? Sikur që na shpesh harbim këtë provokim. Apo? Mundohemi me alon dikuj tjetër çka nuk i takon. Jo, Allahu ja thot në Kur'an, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Burrat janë përgjegjës për gratë. Dhe po ndryshu kjo, ka probleme.
Kemi probleme. Andaj e biha Ibrahimi i mor edhe i dërgojnë vend tjetër. Po e mirë kuptojnë atyrën, ama tha unë e drejtoj këtë punë. Jo ti me drejtoj këtë punë. Jo me thot, a jeti xheloze apo? Po ndryshe ti këtë punë vetë që ishdush ti. Jo. Unë e mirë kuptoj, po unë e prap jam ai i cili e rregulloj këtë punë. Dhe kjo të ndërum xhamat duhet me kanë mësim për çdo musliman prej muslimanëve që rregullojnë familje. Kur keni problem familje, apo keni problem, mundesh me pas problem me gruajen, problem me fëmijët, problem gruaje, re, vjerë, kështu me radhë, gjyshe, çka duhet me bë? Burri duhet të kanë ai i cili rregullon këtë punë. Kujdestari i familjes është ai i cili rregullon këtë punë. Dhe jo me kanë ti portparol i gruas tane ose i nanës ose i fëmijës, apo ti shap plot i burrave për shembull, ti e di menimin çka ka reja. Edhe çka thu? Edhe ki vend ta ka thonë në mënyrë tjetër në fund, po gruaja vetë ka thonë çdo vot. Na e di që gruaja ka thonë. Ti advokati i asaj na. Kjo nuk është për qëllim që kur dish me mbrojt, në rregull kur do me mbrojt, në mendim son i sakt. Po kur ti bësh vetëm cicërues, ti veç cicëron çka të ka thonë. Ibrahim a.s. që ka tha, unë e kuptoj këtë problematik mesin e grave, po unë e regulloj këtë punë. Shë mështë ti me regulloj këtë punë. Gja e bia Ibrahim i mërta, hajde me muë, unë ju që i më një vend tjetër, ju lo ati, edhe pësa ati du të bëti punë e madhe. Për këtë asyë të ndërum gjëmatë, qiko, në gjdo reagim dhe levizje të vogël të pengamberve, ka mësim. Cili është mësimi? Burri ka përgjithësit. Burri merë përgjithësit. Andaj ditën e kiametit, Allahu subhanahu wa taala ka më na vet neve çish i kemi rregullu familjet tona. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allahu xhelala në me çfarë kujt ju ka drejtuar runë familjen, veten edhe juve. Kujt ju ka drejtuar? Grave? Jo, burrave. Burrave. Megjithëse roli i gruas, do ta shohim tash rolin e gruas. Roli i gruas është shumë i madh. Ama ai i cili merr përgjegjësitë, ai i cili Kur'ani drejtohet ju, ai i cili e ka marrë përgjegjësinë e drejtimit njerëzimit, cili jo? A o mashkëll a femër? Mashkëll, Muhammed Mustafa a.s. Kitë pengamert janë konë burra. Kretë janë konë pengamert burra. Dhe tja kupton tash ki feminizmi shka do me ba. Drejtët e grave. Dhe me gratë na i kina lonë kërkun hiq. Jo, ama ti në emër të drejtët grave ta zhveshësh grujen, ta nxjerrësh pi shpije, tja humbësh busullën, ta largosh pi fëmijëve të vetë. Jo, kjo nuk është të drejtë e grave. Kjo është shfrenimi grave. Dhe ka dallim i shfrenu gratë dhe me ju dhënë të drejta. Të drejtat ja japin, po kush ja jep? Edhe këtyrëve feministëve që i lipin drejtat, pi kujt i lipin? Pi burrave. Ju thot në keni morë. Do më thonë prapë se prapë burri është ai i cili e rregullon këtë punë. Në dunja të ndërum gjëmat, a ka arë gruja një hera burri? E dy mi ra shkurt. Ademi a.s. është a e themina biri Ademit. Kur kush nuk do të biri Havës? Biri Ademit o. Biri Ademit, se Ademi o ka një pari, pastaj ka arë pri bririt të Ademit gruja, për t'i dhënë ngrotësi burrit dhe për t'a plotësue. Dhe jo anasjeltas. Andaj, çka bën Ibrahim a.s. E mur grujen e vetë, e qoj në qabe. Ati sa konë qabja, ma vonë të dërtohet, dhe da shoj me lejnë Allahu te bareke vë teala. Tjetët të ndërum gjëmat, çka bën Ibrahim a.s. Çfarë veni po le, çfarë veni po shkon? Çka po le? Pe le Irakin, Babilonin, Urin, vendin e tij ku ka lind. I cili vend ishte për plot të mirat kësaj bote. Zotën nuk i mungoj që ati veni kur gjo. Nuk i mungot në ati veni kur gjo. Çka kuptojmë nga kjo të ndërum gjëmat? Po e len Irakin për shkun shkretin. Me lan sot me shkutin Mekke është ma e dendura në dunja. Qabja ma e me miliona njerëz e vizitojnë ata. Ti ati nuk nin mërzi ati. Jo, kur të kthejesh nin mërzi. Ama në të vak, shkretin. Hiq, as i njeri gjallë. Andaj i ka thonë Hajeri ka thonë, e të trukën a biha dhe luadi, kujtu në alanë mëra këtë lugin në gjeri gjallë, as bim, as gjërpnis ka pos. Hiq kur gjallë s'ka pos. As një zvarranik s'ka hec ati. Po kjo që të në tregoj Allahu subhanahu wa ta'ala qfar? E kalon qytetrimin, e kalon civilizimin, e kalon vendin urban, me njerëz plot, me krejt të minët e kësaj bote për t'i lanë shkretin. Për të tregu Allahu subhanahu wa ta'ala për qfar? Se kur vjen pyetje feja, kur vjen pyetje feja, këtu çka është pyetje? Feja. Për fenë vet e kalon qytetin për shkretin dhe ka shkuar shkretin. Edhe pse Allahu subhanahu wa taala kët transformim ja ka paguajt. Ka thonë alave për mua po. Unë tash e baj çabën më të madh se Irakin. Ti vesh leçë ta. Unë çeta e dupi ti. Ti leje Irakin, shkon shkretin. Po sot se shkretinë çka kemi bë? E shati më vonë çka i bësh shkretinë.
e baj shkretinën vendin më të popullum dunja. I jep ti me gjithë qef, me gjithë shqef, me gjithë shpirt, i jep 7.000 euro, edhe 7.000 me veti me shkun haq. Allah e mundësof këtë dhe që s'kanë bëra gjana bëllë alemin. Pse e shkon? Ku shkron të ndërnë bënë? Shkretin shkron. Shkretin shko. Ti dersa të mërish të qabja të kuave së të ven, veç i shkret kanë aki ven. Kitë guri kanë aki ven. Andaj Ibrahim a.s. e la vendin e popullum, me qytet, me urban, me kita të mirat e kësaj bote, për dalë të një shkretin dhe e la grujnë vetë, për të nga të regu qfarë, se ku të vene meselja fejes, meselja moralit. Shka mujtë me jetu në Irak mo? Ja ka zonë frimën. Ka ndash me zhvesh për fejes vetë. Andaj, mos u tut kur e len një diqka ku duket bolë mirë, për një diqka e cila duket keq, ama fejen e kije. Fejen e kije. Kur ta kish fejen, të ndërru në gjëmat, kreti kije. Kur ta kish fejen, njeri o me zemër, apo? Zemër. A mëna me thonë një njeri ishte komplet i mirë, vetë zemra ju kishtë nalë. Ja, ma që ka shku në zemra, s'ka ma pita ti kur qanë. Edhe të na, nëse në nalët zemra, në nalët feja, po ti shka dush më thuja tina, kejti ka, kur gjas pas ka, se zemra si pompoj ka. Ajo që ka pompon të shpirti njeri të feja, po unal feja, ti me qu në vendit ma civilizume në dunja, kot të kije, kot nuk të rrijet. Se a keni pa fetari, muslimani, devotshëm, kur shkon në për vende që s'janë muslimane, dhe aty ka një bollok i dunjajës, ama s'ka fe. Çka thot? Ajo turma nalët, qëtit, nalët, se s'është veni emaj, s'maknat shpirtin, pa e një ezanin, e shhedu e la ilaha illallah, mungon diçka, çka të mungon? Të mungon feja, të mungon shpirti, nuk mundet njeri pa shpirtin dhe në gjëmat. Andaj, e la Irakin për shkretinën, për të ba Allahu Gjellë Gjellaluhu shkretinën e gadishullit arabik ma të dendur dhe ma të dashur për njerëzit se sa Irakun. Apo, a shkon dikush në Irak me bo tavaf? A shkon dikush në Irak me bo haq? Jo, nuk shkon. Ku shkojnë të nërëm gjëmat? Shkojnë në qabën e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andaj, lënja e një diçka e cila është ma e levërdishme për botën tane, për dunjajën tane, për diçka e cila është ma e shkret për dunjajën tane, për e rujt fejën tane, është liq dhe mileti Ibrahimit a.s. E la vendin e pasur për vendin e varfur. Pse? Li u kimu salat, tha të falën, që tu kena mu falë rahat. Andaj shko, Ibrahim a.s. është model i hijretit dhe emigrimit nga emira e dunjajës në të keqen dhe dopsin e dunjajës për ruajtjen e fesë. Pastaj Allahu që thot, a e lave për mu po, që edhe dunjajën dhe fejën, që tu dijet meri. Kështu e ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala. Vini rejtë në rumë gjëmat, tani qëfar kemi tek ngjarja e Hajerit edhe në raport me Ibrahim a.s. Që i tha, o Ibrahim, i la aty edhe u shkoj, as foli as kur gjo, për të regu qëfar. O Hajer, ti e di që jam pejgamber, edhe jam burri jot, hiq pa fol, e ka lan edhe ka hec. Kjo e ka ndjek. O Ibrahim, ku jetu në lan? Ja pa marrë një shpjegim se a mund që paramendu të ndërum gjëmat, ti tu hec rrugës, me grujen tane edhe me evladin tane, me vetur. Kemi morë për shemë rrugë për Istanbul, edhe midis Greqia, e nalë keri, zrip një jashtë, dil një jashtë, edhe vazhdon ti. Qëfar stres jo për atë? Apo, me gjithë se sot në vakt satelitit, vakt internetit, kur do e veç e merë një kërë të knejra dhe zrip të poshtë, apo? A më në atë kohë e kalam midis shkretine pa as një shpjegim. Pa as një shpjegim. Qka po do me mësu Ibrahim i grënë e vetë? Qa po do me mësu e? Bindjen e plot ndaj Allahu Gjelle Gjelalu dhe bindjen e plot ndaj burrit pa shpjegim. A tash që tu menit po? Rrit që tu. Kur kena me morë vesh? Qëta që kalzoj? Prit pak. Apo, jo mi njëherë mirën përgjigjet. Apo, ka mundësi për shemë shpesh herë ndodhë kjo në mesin e burrave dhe grave. Apo, do detalin e detalit me ditë. S'ka me nevoj? Nuk ka me nevoj. Apo, zakonisht për shemë talip, nuk ka nevoj. Burri i din të gjëra thash. Burri i gjëra të këshirë në vjetë trasha. Apo, gruja e këshirë në vjetë holla. Andë ku ta shifni të një burë që i këshirë senet vjetë të holla, ta disin gjanë grave. Apo, i pengon tavolina, pse kini nuqesh no? Po pun grave van kjo oti. Apo ka uqin droma, po pun grava, a e kuptoni ju sa burat mirë me pun të grave të shpia. Apo, mos ma ban ti mu qështu, pa na qështu. O më nuk mirë me burit me këtë punë, vëlla. Buri ha bukën edhe u kri. Ti e përgjes për familje. Ti ki për pun të rana, ti ki pun tjera, s'ma më morë me detale. Edhe kitë këto tërbije donë të mja vendos Ibrahim a.s. Gryjes vetë. Pastaj, thot Ibn Abasi, disë se heri tha, o Ibrahim, ku po në le asë një njeri gjallë s'ko ka.
Gruje. Me gjithset vinirejtë në rëmgjëmat. Ajo di që o pejgamber, ajo di që burri vetë folë me Allahin. Apo andaj i kujtohet për moment. I thot Allahu amaraka bi hadha. Për një herë i kujtohet. O Ibrahim, a Allahu të ka thana? E tash narit Ibrahim. Unë që ta thu? O ja, pa, nuk e di unë e ti me kanë këmbuna. A nuk e di më kush më shpalla? E tash Ibrahimi u këthije. Kër u këthije Ibrahim a.s. i tha, na, po, s'foli dhe i tash, pse? Po unë që tash jam të prit të më thush, a Allahu të ka urdhun? Se njëri normal e ban beqeta? Njëri thot, po shaka po njëri normal e ban me mor familjen e vet, me la mirisht shkritin, po i nuk e ban. Po kur ti se ban, a Ibrahimi ka me ba, po Zoti ka thonë leje që tu. Njëri thot, po mu kish dritë zemra, po ti si pejgamber. Haja ka di që ka mu ba qabja ati. Me pasmet për mu e ti, kur si shba qabja? Jo po unë por rikë që tu. Apo, bile Ajeri ka pas drejt mi thonë, o Ibrahim, kadal, kush ka me ndrejt qabën? A unë ati? Ti, po shkam le mu ti këtu. Apo, a unë e ka me ndrejt që ati? Jo ti kim, unë e ka me ndrejt. Po shkalipi unë e me nejt. Tash unë e du të me nejt këtu me të prit ti për me ndrejt qabën, a? Ti, do më thonë, ti ki me nejt këtu në shkretin me marrit djalin vet. E unë e vin ku të rritët, kur ti baje 7 vet e pres, a pasaj sën e prejta, sa Allahu nuk ta është, prapu ka këthi në Palestinë. Prapu ka këthi kur e ka boj madhë për me ndrejt qabën e Zotit Gjelle Gjelle. Qka ka mujtë mi thonë Hajeri? Ka mujtë mi thonë o Ibrahim, po masi ti e ki obligim me ndrejt qabën, rriti, jo. Qka i ka thonë? Ka thonë, po Allah im ka thonë. Atëri ka thonë Hajeriya a.s. Ka thonë, atëherë Allahu nuk në hub. Atëherë Zotit madhë nuk në hub. Apo, që këta ka dosht, që këtë tërbije, që këtë dukim i adhan Hajerit Ibrahimi a.s. Andaj të ndëruar gjëma, qëka? Kur diçka vjen prej Zotit, urdhër, dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na vesh një pyetje kena. Allahu amaraka bi hadha. A hapi Allah që kjo? Sa prej muslimanëve nuk i bindën Zotit që Allah i ka thënë apo? Nalo që ke punë mira. Nalo dhe bane. Apo, neve agjërimi çka na duhet të ndërum xhamat. Veç Allah i ka thënë ajo. A ka thënë Allah po? U kriju në agjëroj dhe s'ka. Allah i ka thënë më fal. Do të më fal patjetër. Allah i ka thënë me dhënë zeqat. Punë vetë kum fitue. Po Allah i po të jepë. E pse sa jotja ajo. 1.40 nuk ka jotja, 2.5 nuk ka jotja. Do të më bëj haj se nuk ka ajo pasuri patjetër do të më shkuq aty. Për këtë arsye shiko, duhet besimtarit të mësohet në dorëzim ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe çka është Islami? Islami çka? Dorëzim. Ati'u Allah wa ar-Rasul. Binduni Allahu dhe të dërguarit të tina. Çka feja? Sikur që ti bindesh çdo senit në këtë botë kompetentit. A i bind mira kompetentit sahar? Po, shkon ti te doktori edhe i thu kështu, jam i smut, a i ta jap një diagnoz. A i thu ti pun nuk dërzona, mos u dërzo. O mos dërzimi jot për ti nga keq. Apo, a i thu ti për shembull sa shpesh na neve na ndodh për shembull, ja unë du me ku i ka marr Zoti këto farze, ka i ka nxjerr. Apo, na nuk i thojnë apo çështu doktorit. Ku i ki morti këto hapa? Ka i nxjerrni. Çka u bë kjo me hapa 12 saat, 8 saat? Sikur që flonin për namaz, apo çka u bë kjo sabat drek? Thuj be doktorit çashtu? Ama shumë palaço, doktorit zgozoi një llaf me athon. Ka thënë doktori, kur cigarën se kalama doktori çka mi bën, apo ki me dek. Pra parë në zor, na nuk morr na vesh. Të mësomi të ndërum xhamat me ngu Allahin, jo veç kur vjen në fund. Apo, o xham jak nuk ti nia sin shtash, o ki ka krim, o ki puna klina. Ti shka dush kënoja, s'kit Kurani kënoja. Si mës ta kish bë punën, ki me shpëtu të Allahu subhanahu wa taala. S'ka mi bë dobi kur gjo. Por këtë arsye, le të mësohemi nga Ibrahim alayhi salatu wassalam, ti dorëzohemi Zotit mutlak. Hiç, a ka thënë Allahu po? A ka thënë pejgamberi sa? Na vesh një siklet e kena këtu. Vesh një siklet. Cila është ajo? Ta studiojmë mirë dhe ta konfirmojmë mirë, a ka thënë ajo? Që kjo më duhet. Ebu Bakr Siddiq radhiyallahu an e ka taku Ebu Jehli rrugës masi pejgamberi sallam u kanë Isra dhe Mi'raj. Dhe pejgamberi sa parën e ka taku Ebu Jehli dhe i ka kallëzue. Ajo kon tu livrit menja, kon tu çatu thonki. Apo edhe pastaj rrugës më ka taku Ebu Bakrin. O Ebu Bakr ka thonë dalë veç pak. Ka kujtu se si t'ja kallëzoje që ta, tashmo ki po thot, a çfarë ka thonë Muhamedi sama? Si besoj mo. Apo ato nuk e kuptoj që ti i bindesh Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberit alayhi sallam mutlak. Çka mutlak? Pa kurzime, pa premisa. Çfarë i ka thonë? Ka thonë Ebu Jehli, ka thonë Ebu Bekër, do të jot parzit e takova. Tha, jam kanë në Palestinë, në Aksa. Në Aksa jam kanë mrena ditë sahatëve të natës. Çka i ka thonë Ebu Bekri? A kale? A ka thonë? Unë nuk e kam problemin
a besoj ajo? Vëshun ti se i qafir nuk besoj, a ka thonë as ka thonë. Pra piksoj nxjerr rivajeti, transmetimi. Pra neve si musliman na intereson, a ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur të vërtetohet që ka thonë, o ti këtu s'ki mosh ka ndërhin. Ti s'ki ka ndërhin më këtu. Apo, andaj ti kur ja jep dikujt na hapin, apo ti çka intereson pacientit thot, a ka thonë doktori, po. Po çka thon doktori në pi, ama ti më se thu se pi unë. Ama ka thon doktori po. Por neve të ndërum xhamat, a ka thon Zoti po? Po kur i kjo punë mo. Po s'ki veç ka diskuton ti më këtu. A ka thon pejgamberi alayhis salam? E çka henti këtu? A çka henti këtu me çfarë? A me pejgamber do çetër henti këtu a me çfarë? Jo, masi si e pejgamber, ti s'ki shkali këtu. Dy gjëra duan ti. E para, konfirmimi që ka thon. Një, e dyta, çish me zbatu. Çish ka thon ta zbatoj, që ta, kjo punë ulemave. Tu dijetën punë të lemave. Ul alimit ta cakto thot ka thonë, edhe dita thot ka thonë me zbatu në që këtë formë. Që kjo më duhet? A në 12 sahat, a para buke, a mas buke, që kjo duhet tije? Tjetra është veç dërzim. Për këtë asyje, nga kjo çfarë mësojmë të ndërum xhamat? Se Ibrahim alayhis salam e mësoi familjen e vet të bindën Allahu subhanahu wa taala. Bindju Zotit xhelal. A ka thënë Allahu ka thënë Allahu. U kri, atëre leje me atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Tjetra të ndërum xhamat, çka mësojnë apo kësaj? A tha Haxheria, o Ibrahim, o tash unë veç po kallzon pak çka ka më ndodhur këtu, apo çka ka më ndodhur? Jo. A dikur, për shkak dorëzimit Haxherit ndaj Ibrahimit alayhis salam pa përgjigje, ka zbrit meleku. Do Ibn Abbas ka thot, fa idha hiya bil malak inda mawdi'i zamzam. Kur me vet ajo Safa dhe Marwa, Safa dhe Marwa 7 herë, zbriti Jibraili alayhis salam. Ama para se me zbrit Jibraili alayhis salam, si u morën vesh Haxheri me Ibrahimin? Si u morën Haxheri me Ibrahimin? Vesh një fjalë tha Ibrahimi. I tha Haxheri, Allah i të ka urdhnu? Po. Ma shumë? Kur gjo? Po pse be po? Qka ka me bënë këtu? Pse ka me nejtë në këtu? Mëre vlat të vogël kam, gjinje kam. Qka ka... Shpjegon diqka? Ska shpjegime. Kur ti ndërton besim dhe besnikri me grujen tane, nuk ka nevoj shumë shpjegime. Edha nasjeltës. E keni pa do munohen telefon. Ku i je? Qitë ma kamerën? Shloj live, apo jam xhami, jo, çet ma imamin. Shloj ma live çati tani. Kjo të ndërum xhamat është smuje. Skam kur smu është, apo. Dhe ka prej burrave, kur kujt si beson. I tu livriti diçka. Ai më mirë, ai na normal na çka bën na kanë herë. Çish i torturon be ti njerëzit, kallzon ti më ku i je, me kanë dolë, me kanë pinë kafe. Kush je ti me dhon llogari? Kush je ti me dhon llogari? Kjo të ndërum xhamat duhet me kon shumë me kujdes se prishet familja. Çka i tha Ibrahim alayhis salam? Allah im ka urdhëruar. Pik. Çka i tha Haxheri u kri, masi Allah i ka urdhëruar, unë besoj këtë punë. Ai të bëu urdhër të Allahit, po. Unë besoj këtë punë. Nuk funksionon familja pa besim të ndërum xhamat. Ti nëse nuk i beson gryes tane, gruaja jote s'beson tije. A kam ju besu fëmia juve të diva? Po i thot, baba hem si besojnë në nënës teme. Ashtë në eme si besojnë babës tem. Qështë ju besojnë në këtë në dive? Këto asë njëni si besojnë një një tjetëri. A e kupton a farë torturë e bojmë të njerëzit, pasaj këta e bojmë pjesë kulturës, pasaj ma kurkujna si besojnë, apo? Edhe ti do gjonë vërshim plot për grave, po s'ka be burë të mirë. A i be mirë ti qka folë? Qysh be s'ka burë të mirë? Dhe e gjenë ka anë tjetër, burrat, apo? S'ka be gruje. Qysh be s'ka gruje? Po ti nëse ki hu pudhën, hupe për veti. Ka gratë ndershme, ka dronë fisnike, ka gratë që mbajnë familje dhe i tutën Allah dhe e respektojnë pejgamberin alayhis salatu wassalam. Janë plot për njerëzve, prishet për veti, çka ban? Çish tha pejgamberi alayhis salatu wassalam? Kush thot janë prish kët njerëzit, a janë më i prishti. A më e këta rregull të ndërum xhamat. Kush thot kët janë prish? Kët, çish be janë prish kët? Çish be kanë prishtit? E ti me laçën ftir tokës pa emet. Kur të mëzhvesh ti me laçja, ja, ti ma shejtani bikëtë vije. Ai çka thot ket janë prish, ket janë të këqi. S'ka be sot s'ka me të marrë dost. Çish be s'ka me dost, ti ki met apo? S'ka me dost, ti ki met apo? A e kupton çish lung shejtani me neve? Unë jam i miri, ket janë të këqi, s'un po gjej dost apo? Ket po na tradhojnë, ket po na lajn, s'un po gjej njëri në grye ndarshme, në grye të mirë. Jo, ai ndërum, jo. Ti je i keqi. A e kupton këtë mohabet ajo? Allahu ja thot të mirt për të mirt. Ose s'ka ardhur rrezik Allah, ajo problemi jot. Çka tha Ibrahim alayhis salam? Po. Kaq. Gjevab, shpjegim, detal, urtësi, pse me ne këtu? S'ka gjevab. Mësohu si cili pineve të ndërum xhamat. Let ndërton familje me besim. Shpija ndreqet me murna, ndreqet me besim.
Kur ti beson kryestan, gruaja jote të beson tije. A shkon në Kin, a në Australi, a rrin shtëpi, a ku del, ki besim. Mjafton një gjevab e thonë, u kri, s'dush me dit që ta dhe u kri. Edhe kur thojem, s'dut me dit që ta, ajo më kanë, që kjo fjallë me dashur të ajo, se sa ti mi dhanë gjevab. Apo, ajo zakonik gjatë tona, që shtojnë? E pse s'dut me dit unë që ta? Pse? Po s'dut me dit, u kri. Shiko që ka i tha Hajeri, u kri. I dhen, la ju dha i ona. Që ka tha, masi Allah, ka thanë, s'na hupaj. S'na hup, Allah u gjelë gjelë. Ama na, ne, si ndërtojmë punë të ndërum gjemab. Na duna mi dit kejtë. Këtë ka zëmi mua, jepëm tash raport mua. Pse mi dhënë raport? Pse mi dhënë raport? Pse mi ka zëti gjdo lëvizje që ka e banë kujie? Kështu nuk funksionon familja të ndërum gjema. Kështu nuk funksionon familja. Po këtë asyri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gruaja martohet për 4 gjëra: për bukurinë e saj, pasurinë e saj, familjen e saj dhe fenë e saj. Të katërt këshire ka thonë. Të katërt, pse? Kjo ta ma familjen. Ajo është ka strit fëmijë. Ajo s'ka të shirë tije, ajo s'ka të ti beson. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gruaja e mirë është ajo e cila kur shkojsh te shtëpia tije do ban mundi mirë. Apo, a ti le që ki pas sikletin për jashtë, tash kur shkojsh te shtëpia dush me bë ti mundi mirë ajo. Hajde tash të mak, ai kënaqë ki dunjën, hajde tash te unë. Apo, se po ditë ki dozat mi kënaq veç më mlave kërkon. Kjo nuk ka gruaja e mirë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila gruaja e mirë? Ka thonë sa të hin shtëpi, ajo nuk pit be kukeve, ka keva. Unë thotë kam obligim me ta bëj atmosferën në shtëpi. Unë jam përgjithë se që tu në shpi me të bëjë atmosferë. Jashtë ku të ka bëjë atmosferë, apo, nuk i di ku të ka bëjë jashtë. Shumë intereson ku të ka bëjë jashtë atmosferë. Ta kuptojmë të nërrumë gjematë, se vini re, do të vim të mësimi tjetër. Po nuk funksionoj familja, as qabës ka. Mane men këta, familja ka qenë para qabës. Qabja ka arë mas familjes. Andaj një herë kalon e Hajerin me Ismailin, apo, në shkretin, pa qabë. Ma vonë ka ardhe ka ndërtu qabën. Për me në kalzu Allah një mësim shumë të madhë. A ti kur nuk funksionon një familje muslimane, a mund me pas qabë? A ka mundësi me pas kible një familje që ka smirën vesh në mezveti? Njani thot unë e kam kiblën kënena, a i thot jo unë e kënena e kam. Edhe para nështë është 5 veta, në kitë ante e botës janë. Njani ka jugu, njani ka veriju, njani ka lindje me përëndimi. Apo, njani jug verije ka, apo pak ma të kënena thot. Mire ka, po pak ma të kënena. Si a leve kurën me tatina, kurën nuk ja leve tatina. Pse? Nuk funksionon. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar edhe se edhe ummeti që o familje e madhe nuk funksionon pa ju drejtu këtë imamit. A e falem na i qinien? Ja, me tekbirin e imamit kitut me mor tekbir. Njëri më thonë nuk smart tekbir shtash, pak ma vonë marr. Po s'funksionon kështu të ndërmë gjë. Nuk funksionon. Nuk funksionon. Çish funksionon? Allahu akbar, ju këtë bashkërisht Allahu akbar. Çi bie çfarë? Që familja funksionon me kible, dhe kible funksionon me familje. E para ka qenë familja, mësane ka ardhë kibleja edhe qabja e muslimane. Tjetra të ndërum gjëmat që ka në mëson Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Këtu qysh po thot Ibn Abbasi, në këtë rrëfimin nuk thot Hajeri, po thot nana Ismailit, nana e Ismailit. A kjo kush është? Hajeri. Në të regon Ibn Abbasi në përmet këti titulli nana Ismailit qfar? Sa jo ka qenë Hajer dhe sa konë në Egjipt izmeqare. Tani më është nana Ismailit gure Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Qka o kanë të ndërrum gjëmat Hajeri? Izmeqark, shërbëtore, robrejsh, sklave, që i bije qfar? As një drejt njerit se ka pas. Rasisht e kuptu të rasin si ka ardheri tek marja e Hajerit të robreshës Sarës, kër u shprovu me mbretin e Egjiptit. Ja tha mere që këtë izmeqare dhe largoma këtë. Mere, jepja tha një izmeqare. Për nevo, kjo kitë kuturu, kitë kotë, kitë sëdim që ka u bo. Allahu gjellola e ka ditë në zemën e Hajerit që ka. Apo, pin izmeqare nana Ismailit. Pin hizmeqare, nana e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Nana e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj jehudit janë tallë me sahabët dhe me muslimanët çfarë kanë thënë, ju nanën e Hajer robrej që keni pas. Apo ato çështu i kishini punë. Ama Allahu subhanahu wa taala shpona të kallzon neve se me kanë skajin e botës në podrumin më të thellë. A gjeje të shërbi dikun hizmeqar, ama Allahu gjera e di se zemrën tane meriton ti me kanë gruja Ibrahimit, nana Ismailit, matë mirit pengamber që vjen për këtërve bive Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Piku ka bo? Pini
Pini robreshës e cila është bë gruaja e Ibrahimit alayhis salam. E çka mësojnë nabi sallallahu alaihi wasallam xhamat? E mësojnë se te Allahu xhelel xhelaluhu pozita në dunja nuk është përfundimtare. Ti je hizmeçar, ama mundesh mu bëhe çfarë? Jo veç kaq të ndërum xhamat. A di sa ka pesh Hajeri? A di sa ka pesh Hajeri? Tu shkon Safa, tu shkon Marwa, tu lip ujë apo? Allahu e ka shpërbli Hajeri. Çfarë e ka shpërbli? Shërbëtore ka qenë, mone men këta shërbëtore sklave. Pastaj u ka bëu gruaja Ibrahimit alayhis salam, e ka shpërbli Zoti i Madh xhelle xhelalu, që lëvizja e saj pin Safa dhe Marwa mu bë pjesë e kit haxhilerëve deri në ditë Kiameti. Apo inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Thot Allahu xhelle xhelalu, Safa edhe Marwa janë pi shenjave të Allahit në tokë. E pse o Zot se Haxheria këtu ka lëviz? Haxheria ka lëviz. Thot Allahu xhela, kush ban hax dhe ban umra, Allah na mëson të gjithë ya Rabbul Alamin, ka dhënë le të bëjë tawaf dhe të ciklet mes dyjave. Shart, rukën, kusht themelor me asnjë sen nuk kompenzohet Safa dhe Marwa. Shumë prej shtyllave të haxhit dhe shumë prej veprave të haxhit kanë mundësi mu kompenzue. E ban një gabim, thot për shembull ti hoxha, prej një kurban, lirohesh për këtij gabimi. Apo? Mirë, njëri thot hoxhës, thot unë Safa Marwa s'bona. A thot nuk kompenzohet kjo. Çfarë do të më bë? Kjo or shkup që harrua se s'ki bë Safa dhe Marwa, nuk të kuhet. Dush me shku me hip bajllo. Aeroplani dush me shku me hip, me bë Safa dhe Marwa me plotsu haxhin. Se nuk të plotsohet haxhi pas Safa dhe Marwa. Keq që kanë haxhe din. Apo, se vjen thot haxhia thot, unë se kam basa, unë mu hopot jo mua. A bopot apo has për ditë haxhi se s'ka, nuk ka mundësi pas Safa dhe Marwa. Këta për një gruaje e cila ka e vrapu pi Safa edhe Marwa. Pi Safa edhe Marwa. Dhe 7 herë u shfaq me leku. 7 herë u shfaq me leku. Mos më pas shfaq me leku 7 herë, ajo kish vazhdu me lip. Kish vazhdu me lip. Sa ka po zor, ka po siklet. Mirë po 7 herë për shkak se Allahu xha ka menaxhu kët vrapim. Andaj shiko, prej në hizmeqare, prej në sklave, në nana e Ismailit, në vreprimin e saj, në është kushzuar vepra e haxhilerëve dhe umrexhive. Dhe kjo çfarë argumenton të ndërum xhamat? Se po i patëm zemrat e pastërta, të bindur ndaj Zotit xhelle xhelalu, Allahu xhelle xhelalu e ngrit pozitën e njerit nalt. Andaj Bilali kur e ka pranuar fejen e Buxhelu ka çudit. Ka thonë me himen i fe bashkë me Bilalin. Po kit Bilalin e njohin e Buxhelin nuk e njohin. Kit Bilali e ka thirrë ezanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. E ka thirrë Bilali ezanin apo? A çka dinën për Ebu Xhehlin? Veç arrogancë. Veç arrogancë, brutalitet. Kush e mamën Ebu Xhehlin për çka? Edhe në fund çka për çka mahet men? Për armik i pejgamberit alayhis salam. Thot Allahu xhelal në Kur'an, inna shani'aka huwa al-abtar. Ai çka të rrejmë ti o Muhammed, ai është tarp, kena me ja hu farën. Sa i ka thonë Muhamedi sa mi ka hu fara, s'ka djem. Allahu xhelal ka thonë ti kena me të hu farën. Pra këtë arsye, po ju bindëm Allahut, po i zbatu murdhat e Zotit. Nuk është më rëndësi në cilën pozitie. Nuk ka më rëndësia je sklav. Allahu xhelal din me ndryshu pozitat dhe me e bo njerin të vendi çka e meriton për madhështisë dhe lartësisë. Tjetër të ndërum xhamat, shiko, me çka Ibrahimi alayhis salam e kurorzoi këtë lëndme të bijve të vet të Ismailit edhe familjes vet në Qabe, në shkretin. Shikoni, thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, thot fantalaqa Ibrahim, u largu Ibrahim alayhis salam ila ato ati. Shiko, çka ju la? Ju la pak hurma edhe pak ujë. Se e dinte se ka ngjarje me këto, Zoti ka me bë këto. Mirë po, ja u la pak hurma, ja u la pak ujë. Thot Ibn Abbasi, kur hipi me likodër, këta dy nuk e shifshin, gruaja vet nuk e shifke, Ibrahim alayhis salam i shifke. Edhe e bani duan. Çfarë tha? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salata. Pasi ata nuk e shifshin e ky shifke, jo kishte lënë do hurma edhe pak ujë, u largua dhe pastaj bëri dua. I ngriti dur ka Allah subhanahu wa taala, tha Rabbana, o tha o Zoti jon, unë e kam lënë familjen midis shkretine, asni ujë, asni pemë, asni gjelbrim nuk ka. O Zot, të shtëpia jote e ndershme Muharram, haram, apo i thënë Mesjidul Haram, vendi i paprakshëm,
Shtëpia pa pra zguxon aty me bëj gjuna. Edhe çfarë ka thënë? Ka thënë o Zot, që ta fali namazin. Çfarë mësojmë për kësaj të ndërron xhamat? Ha, i marr sebepët, masi ti merr sebepët, o Zot. Ti veshë e vladin, ushqeje e vladin, çoje në shkollë e vladin. Kur dalaj pi shtëpie, o Zot, ruje, o Allah, udhzoje, o Zot, bane musliman, o Zot, bane me fal namazin. Pse masi ti merr sebepët, masi ti merr edukimet, çka i kiti në dorë, edhe e kini diçka çka se kiti në dorë. Të sënë shtypen zemër atina. Ama Allahu gjatë me ta bëhu në kabul doajën, ku po do me e preka ta? Në trua, në zemër, ku po do? Shiko, Ibrahim a.s. i aula sebepët, pak hurme, ata u hargjun mini herë. Ama çfarë? Tha që ka që kam me dhonë. Tjetërën, doa. Apo, na mu paskon? Njerë doajën. Njerë doa, bani doa Allah. O doa po, ama, a kila me nej hurme dishka, a kila me pak uja, po. A tha Hajeri, kur i tha Allahu gjellë më ka urdhënu qështu, që do të dhim pas të mësimi tjetër. A tha Hajeri, a di shka? Ibrahim, Allah, ja po, unë e po ullë që të po priti. Dhe të sosë Allah i punën e vetë. Unë po ullë e po priti, jo, se ka bo ata. Me gjithë se ka qenë e lajmrume nga pejgamberi, me na paston neve, dhe zërë. Me të paston neve, pejgamberi a.s. Që kjo punë banë qështu. E po unë po piqa që tu në sosët kjo. Jo, asë një sahabi se kupton të kështu pejgamberi a.s. Pejgamberi sa më shpesh ari lajmëronte. Pejgamberi sa mi ka lajmëru ka thonë, kini me shliru Jemenin, kini me shliru Persien, kini me shliru e Romën, Bizantët. A tha sahabët, o mirë, më pa më shliru ajo. Ata në t'i grajnë, dikush kush ka me shliru e. Jo, be unë du të me shliru ata. A sahabët shtu e kuptun, unë e mora lojmin që ka më shliru, a mund du të me bëha angazhimin. Ata janë mobilizue, ata e kanë shliru e. Për këta që ka banë Ibrahim a.s. Pasi që nuk u pa, në terë ti qosh natë, du të mu qu natën, du të me darë ti sabah herët prindi, e me bëha doa, o Allah, familjen ruje. Se jo të qofin, jo ti na parasimve, apo parasimve na kitë bojna doa, parasimve kitë bojna doa. A masimve, që ka bojna na? Na parasimve, apo, që gjellier, që qika jeme, mësa ne kut mes në vetë, o hudum, ti s'di kur gjanë. Po nuk shkon be kështu, o indërum, nuk shkon. Qka të dush, duhet me qfar? Parasimve mi mor sebepët, masimve, o Zot, une e bona maksimumin tem, po janë do gjëra që unë së në dëpërtoj atë. Në zemër së një dëpërtoj, në trunë së një dëpërtoj. E qka do të me botë ndërru në gjëmat? Me lutë Zotin e madhë. Ati kus hinë dora njerit, ku hinë kudret i Zotit. Ati kus hinë dora njerit, hinë kudret i Zotit. E ati ku t'i s'ki më mundësi, leja Zotit madhë gjellë gjellë. Ama, ma e men të ndërru në gjëmat, ati ku prek dora njerit, a është e hishme me thonë, o Allah? Që është me thonë, unë muj me prek fletën, muj me ledzu, muj me hulumtu, muj me studiu. Me thonë, o Allah, po, studioje, unë s'kam nevoj me studiue. Kusën prek ti, vi une. Ama ku mund është ti me prek, ti prek e ti. Si cëllim profesionin e vetë të ndërum gjëmat. A ti ku prek dora njerit, apo, kur ti mund është me shtrafësiger, me shtërëngu, diçka, mustuj, po me dashtë, Allah e shtërëngon. Mor është shtërëngoje që ti dore ki shtrafësigerin, pse në për nuk me shtërëngon ti? Andaj, kjo është liq. Çka tha Ibrahim e sam? Që të hurma, që të muj mja u dhonë. Për ma shumë, Rabbena inni eskentu min dhurrijeti. O Allah tha, i lash vetë me pak hurma. Ama pa tu hargju hurmat, pa tu hargju uje, ku i që ndurët? Pa tu, ti s'ki hargju krejt. Ti s'ki studiu sa duhet, e mësani, me dashtë Allah i në mëson neve. Jo, nuk do Allah i qështu. Allah u gjatë në Kur'an, Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tanë. Kur ti hargjojsh leximit e librave, thuj o Zot, shka pasini jem, shka mund me studiu e kryja eme, e studioj tash o Zot, o puna jote. Apo, ti e gjun farën, mësa mi thu, o Zot, unë e ujita, e qita ndil, stinën e duhur, vendin e duhur, tash o Zot, jepet ti bereqetin. A më njani sa i martu më prit e vlat. Sa i martu më prit e vlat, edhe i mitu, me dashtë Allah i me pe vlat. Edhe qka i thënë ana, nuk t'jep, të pas kanë mashtruhe. A disa njeri thonë, ave vlat, ti më stani pëse i martu, po me dashtë Allah. Po ka vdek me Merjemi, ka vdek me Merjemi a.s. Nuk vjen po me Merjem, nuk vjen po me Merjem, as Isa nuk i jeti. Andaj, mos i ketë shkuptoni mrekullit e Zotit për t'i përvecu për veti. Sa për njëri thotë, ti përshimë, ashtë e njëjtë të ndërru në gjemat, mi thonë njëri, ti ani pëse s'lezon, ti a disa shumë ti. Po ashtë e njëjtë si me thonë, ani ti pëse si i martum. Sa e vlad i kitë shpia, morës që jam i martum, jo be ka mësim që e vlad vla.
s'kam marrë unë gruje, s'kam o insan. Gruje nuk kam, ti më thua ki e vlad. Kështu janë shumë për njerëzve. Po çka ka lidhje ti pse s'ki mësue? Po me dasht Allah. Po nuk do. Po kuptoje marrë që nuk do se ligje ka po. Andaj çka tha Ibrahim e çeo i gruaja me çto hurme, përmanande e lutja Allahin. Mos lujna me ligje. Kur të lujsh ti me ligje, kur të lujsh me normat Zotit, ndodh çka po ndodh. Çka ndodh, çka të ndodh umetit? Se na do lujt me ligje. Kur ti s'ki as ti takat, as ti fuqi. Dhajt, normal me të lumë, gjunë mërë bombaj kur doje. Gjunë më raketa pse? Po t'ja, a më një rekashi? Jo, pse? Sepse ti se ki zbatu urdin Allahu Gjellë Gjellalu. Wa iddu lehum me stata'tu min kuwe. Allah thote, jo, a i një përgatit? Jo. A ba i përgatit? A i ka studiu bërthamën, në t'insan. Ka studiu bërthamën. A i me pull ti të vrat. Me pull. E i gjithë të shpia, a i lunë. Sikur që lunë ti të shpia jote, a i lunë edhe të mitë. E njëri thot, Allah i thot, po ti duk më në kë e kje? O ti pse s'ki mësu? Komitejnë ku e kje? Pse ti nuk e ke arritur? Pse s'ki mësue? Andaj, mos ti neutralizojmë normat e Zotit në emër të asaj, se Allah ka kudret. Allah ka kudret, po ka edhe ligj. Ka kudret, ama ka edhe ligj. E ligji a vjen ndesh me lutjen? Jo. Norma a veç, lutja a veç. Ato bashkëveprojnë, po nuk kundërvijnë ndërmes veti. Për këtë arsye thot Ibrahim a.s. O Zot, i lash këtu që të falen. Ama unë i mora sebepën. Tjetëra të ndërrunë gjëmatë qëka qëka në thot Ibni Abasi? Thot, filloj nana Ismailit me e shfridzu qatë hurme edhe u qka e pat, edhe u hargju. Kur u hargju, qka ndodhi? Thot Ibni Abasi radhiyallahu an, thot Ismaili rrotullohej në tokë, qfar? Nga sikleti i etjes. Jetë lewat, jetë lebat, o jetë lewa, u silke. Gjalli vogël, në gjinje ka pas. A tha, o Ismail, me veti, sikur që i foli vetës me arë, Allah e sos këtë punë, mos interesojë ti. Apo, Ibrahimi a.s. tha, Allah e sos këtë punë. Jo, shko të në rëmë gjëmatë, që ta mësojna ligjin e përpjekjes, ligjin e marjes së sebepeve dhe shkaqeve. Çka bani Hajeri? Gruje vetë, mit diskretine, kur kun s'ka uj. Apo, më paskon na i shta, po kujtu lipë të qish, po bunar, po s'ka marë bunar, farë bunari. Shiko, thot Ibni Abasi, thëm talakat kerahijete en të ndhura i lej. Thot Ibni Abasi, së në këshirke na ona djali qështu. Së në këshirke. Qka bani? Thëm talakat, filloj me vrapue. Filloj me vrapue edhe e gjetë kodrën e parë Safa. Ka hip Safa, tu lipë. Mos ka huj, mos ka dëni ushqim, diçka, mos po lëviz dëni njeri. Pastaj pin Safa edhe në Merwa. Çka po na kallzon Ibn Abbasi dhe çka po na kallzon Hajeri neve me çeta? Ka pas lajm bi Allahit, më e men, ka pas lajm bi Allahit se këtë punë Zoti e ka marrë dorë. Aja tu thon me ne aty. Megjithatë, than talakat. Kur ta shish me nisa nuk ka tu hec. Lëviz morë ta drejtna. Lëviz ta drejtna. Por pjeku, mos rrimë një vend, marri sebepët, krejt sebepët marru, lodhu, apo, pas taj të furnizon Allahu subhanahu wa ta'ala. Si kemi morë në të ndërum gjëmat? Si kemi morë? Me dërvishizëm, apo, zemra e mirë, Allah i të berë riskin të dera. Mësanina, o baba, i kime të parë qatë penzi, apo, ka ardhë, o baba, kishë ardhë një tatim, o t'jo dërvish, pëse s'pe pagun vetë, ama s'ki pare, apo, andaj shiko, feja e Zotit nuk ka, o baba, jo, ka dale, ku i ki pare ty? Ku i ki pësës lëviz ti? Ti të shumë e lëviz. Hajerja vetë u kanë, të ndërëm gjohën, vetë mërë u kanë, vetë. A nuk tha, po penga mërë, po ti gjallë penga mërë i e, po a me se ti më në zotë, apo, na bjenaj, apo, jo, së ne ka këshire vladin, thënë talakat, me njerë ka njësë me lëviz. E sa pineve, jo, nuk ka gruje mërë, bura, apo, thotë Allah e kishtë saktur riskun. Po përta, shka i ti në kalzube ti? Që një kalzube, se dila mes dita. A që në ka du se dile mes dita? A që në ka du se në toka? E ki pa disa ti kalzojnë të kalzumët. Ti kalzojnë të kalzumët. Po na këtë ma muslimat besojmë se Allah i furnizon. Na e di, po sebep, po to insan, sebepët. E të ligji sebepeve muslimat kanë problem me e kuptu këtë mesele. Apo, nëse njeri janë i smut, dhe ka nevoj për intervenim, me ilaçe, me barna, me thik, doktori, çfarë do qoftë, Allah i shëroftë të së mundë muslimanëve. A mundë me thanë, me dasht Allahi e shëron. Po amara me dasht Allahi e shëron. Ama unë e kam obligim me urgjencën më të madhe me shkon doktor. Mi u dorëzu njerë dorës njerit,
me kudretin e Allahit aj lëviz në bas studimit vet. Kur qoje dorë njeri, çka thot edhe doktori në fund, çka thot? Ndër Zotit thash, se ne banëm tonën maksimum, unë së një jap jetë me këti. Ama ti mund është me lëviz, mund është me punu, mund është me përpjek, mund është me morë sebepët, edhe nuk i merë. Allahu që nuk në kënimon. Dhe që në të ndërumë rast në gjajshëm që i ka ndodhë nanës Isait, Mërjemës, a.s. Në surën Mërjem, ajeti 25, sëtë Allahu të bareke vë tala, kur i ka arë shtatë zania Mërjemës, ma e men këta, dhe këta Allahu subhanahu wa taala nuk e ka bo për mos me prish ligjin. Pas për mos me prish ligjin, që m'ju kallxue neve, më na kallxu neve, që kena fillu mu dërvishizue në këtë aspekt, apo se Zoti neve po na nimoj ka, ani pse na spunojna, ani pse na nuk përpjekmi, ani pse na nuk lodhemi, Allah po na nimoj ka kana me neve Allah. Kush na ka rrnajt neve kështu? Pa u lodh. Kush? Shikone Mërjeme kur i ka ardhur shtatzania, gruje vet, shtatzane pa burr. I ka siklet vetvete ka pas këtë siklet. Shtatzane ka met pa burr. Do çish kam ju kallxu, plus kujt kam i kallxu? Bive të Israilit. Ata me kanë ti maj ndarshmi botës të akuzojnë. Para me nështë që i të ja u pruni gjallë pa babë. Do më thonë, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka babën, e ka nanën. Pejgamberi sama njëri maj ndarshëm botë e kanë akuzue. Po para me në një gruje vetë. Andaj sa e kanë pabe, hiqbe, para në herë. Veç ka thonë, ja u këtë Harune. Mini herë, oj motra Harunit. S'ki pas me ti zina qarë në familje tane. Shikë subhanallah. Abe në dakik, abo sa e kanë pas? Ajo e ka pas, kur e ka lind, e ka pas e vladin në dorë, Isën a.s. Sa e kanë pas? Qështu janë bedo njerëz? Ti e di pësa ai senin e parë e ka akuzën, senin e parë. Ai nuk mundet me paramendu procesori, trunit ti me tonë. Ndështë ka një arsye ki? Hitë se kanë vetë, qysh, tek, shka. Minja që kanë thonë, oj motra Harunit, as nanën, as babën, se ki pas beti lavire. Po ka dale mërë se s'folin, soni, Allah s'ka fol. Që ta paramenoni me kanë balafaque. Do më thonë, kitë këto strese i ka pas Mërjemja, a.s. në trunin e vetë, shpirtin e vetë. Andë që ka thonë, ja lejtë të nimit të kable dhalik. O, zotë i ma, pse bes ma mori shpirtin me herët? Pse bet kishtë avdeki? E tani, vini re, kur ka arë të shtatzania. Kur ka arë të shtatzania. Qka i duhet të ndërum gjëmat, minjarë masit linde njeri? Qka i duhet? I duhet edhe nanës pak me hangër, edhe qfar? Edhe i vladit pak me hangër. Për cilën në Kur'an që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Mërjem, wa huzzi i lejki bi gjithin nëkhleti të saqit alejki rutaben gjenija. Nëse dikur e kishë ndru Allahu ligjin e normave dhe sebepeve që tu e kishë ndru, masi që tu se ka ndruhe, me uqu dërvishi maj madhë në dunja nuk i ndrohet ligji për atë. Ma në men këta Mërjeme në sikletin matë madhë shtatë zanijës të lindë vetë. Grave tona ka 5 mjeke i rinë për mikrive dhe thotë veç shpirti e me ty. Po ani shpirti jote ti, po kjo vetë ka linë. E kjo vetë ka linë, a nuk po pëta më ojna që shpirti jote ka ditë. Ama kjo vetë. Qka i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala? Kur'an të ndërru në gjëmatë. Kur'an. Qka i thotë Allahu subhanahu? Huzzi i lejki. Shkone pak hurmën. Ku ta shkuni, o Zot, ku ta shkuni? Shkone pak. Shkone be levize pak ti. Djetarë, qiko, kanë thonë, hurme, hinë qire hurmet. Absurditeta, ku qkonin haqë edhe numre këshënës, sa e rana hurme, apo hipti ati ajo si shkall. Ato flet ati ka të forta, ti e nën kamën ati, si me nun shkall. Qa që forta? Duhet, kur i shkunin hurmat, me bager i shkunin. Se ajo shumë e forta, ama hurme e vogël. Apo hurme e vogël. Djetarë kër e ka studiu, këta jetë kanë thonë, e tash Mërjemja, sa mënët me shkunbe? Aj burri së në shkun, e gruja. Allah e di se së në shkunbe kjo, a e di, se a e ka kriju hurmën edhe Mërjemën. Por diçka tjetër atë në kalzue. Levizebe ti sa ki takat, levizet ti, unë e zbriti tjetërën. Ama një thotë, asën leviz kjo veta. Por mës me thonë ti që shto që e ka thonë, në sikletin më të madhë Mërjemës i ka thonë, huzzi i lejki, bi gjithë i nëkhle. Shko, bi gjithë i nëkhle. Shkune trungin e hurmës. Po nuk lëviz o Zot, shkone ti pak. Shkone pak ti. Pastaj tu saqit alejki rutaben gjenije. E pastaj ne do t'i zbresim tyje, do t'bin hurme tazet mirat freska për mi hangër ti.
Andaj për me mrit të freskia e hurmës, huzi, shkone pak, lëvizë pak sebepin, apo që thojna, lëviz pak, çu pak për gjumit, lëviz pak, bo pak më i gjallë, marri sebepët, e kur ti mish sebepët thu, o Zot, tash është e jotja, tash unë e bona qëta, apo andaj ka ardhur transmetime mësë shumë ndopta, se pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, ka thënë prej neve duaja, prej tij e përgjigja. Pra unë do të mu lut, ti duhesh me mu përgjigj. Kjo është të ndërruar xhamat për mësimet që kanë nxjerrë dietarët në këtë kontekst. Tjetra të ndërruar xhamat ka shumë mësime, do të shkoqisim me lein Allahu te bareke ve teala. Ibrahim alayhis salam të ndërruar xhamat, tham po e lën Irakun vendin e qytetërimit dhe civilizimit dhe urbanës, për të kaluar për një shkretin duke lënë Haxherën bashkë me Ismailin në vendin më të shkretë të botës. Për çka? Për të treguar Allahu një mësim tjetër. Se botën e ka kriju për njerin. Botën e ka kriju për njerin, jo njerin për botën. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë kjo të ndërum xhamat, se njerëzit e mirë ku shkojnë e bën një shil, gjelbër. Ka të shkojë njëri mirë e bën gjelbër. Ka thënë Isa alayhis salam, o Allah, më bën mubarakan aynama kunt. Ka të shkojë jap mbërçet. Ku të shkojë ta bëj shil, ta bëj gjelbër. Vini rejtë në rëmë gjëma. Ibrahimi a.s. e la Irakin veni qytetrum. U tha Iraki, u gjelbru kush? U gjelbru e Mekja. Për çfarë arsye? Me njerëz. Apo pastaj çfarë kuptojmë nga kjo? Se Allahu subhanahu wa taala i çoi një herë njerëzit mos ani çapun. Pra një herë njëri mirë mos ani xhamia. Një herë familja mirë mos ani kibla. Një herë njëri mirë mos ani gjelbrohet aty. Dhe njerëzit çka bojnë? Mendojnë se veni mirë e ban njerin e mirë. Jo, ta kish ban veni mirë, njerin e mirë, e Buxheli shkon më mirë pikëtve. Midis çabe ka jetuar. Çatin çabe ka. Karshie ka pas çapën. Qafir zajs ka pas. Firauni këtij umetit. Apo transmeton Imam Buhariu nga Ebi Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hadith duke thënë: "Inma sumiya al-khadira أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء." E dini një ngjarje që tregon Allahu subhanahu wa taala në surën Kaf, ka qenë një njeri i cili Musa alayhis salam e ka marrë ditë një hutbë dhe u ka thënë një njeri dhe ka thënë: "O Musa, o pejgamberi i Zotit, a ka doni më dishëm se ti?" Ka thënë: "Ja, s'ka më dishëm se unë." Apo, sikur që mendon plot për njerëzve. Unë jam më i dishmi, po se di njerëzit, apo nuk e di njerëz si më i dishmi. Gjithë jo, ti më i dishmi, po nuk e di njerëzit. Edhe i ka thënë Musa alayhis salam, ai se ka ditë që ka më dishëm se ka pejgamber, ka folur me Allahun xhelel xhelalu. Allahu i ka shpall, ka thënë: "Jo, është një ani e quajnë Khadir." Që thënë na Khidri, apo Khidri. Është Khadir edhe Khidr. Edhe çka ka ndodhur? Pastaj ngjarja e Khidrit dihet me anijen, me atë djalin që e mbyt, me atë murin që e ngren, apo pejgamberi alayhis salam na ka treguar në hadith çfarë cilësie ka pas Khadiri. Khadir çka i bëhet ndërum xhamat? Khadir me përkthim bukfalisht i gjelbërt. E pejgamberi ju ka thënë sahabeve, është quajtur Khadiri Khadir sepse ku ka ul shkretin me një herë u ka gjelbnuar. Sa u ka ul? Veç u ka ul trak, ki gjelbërt u ka bëu. Si Ibrahim alayhis salam, ku shkoi Ibrahim alayhis salam bëu gjelbër. E kundërta disa njerëzve, ku shkoi la thojnë: "Sa tu ardh ki po, u kriu prisht mohabet." A ul ki? Po si të ullet ki s'ka më mohabet Allah. A janë disa, a ardh ki po, mas kes ti më kon, e ndrejçaj, pse? Se Zoti e bërëqet njerëzve të ndërum xhamat. Muhamedi alayhis salam është ai i cili kur ka ikë Medina sa kanë shenjt. E kanë thujt Yathrib, sa kanë shenjt Medina. Me kanë ushindru Medina. Tha pejgamberi alayhis salam: "O Allah, na lam Mekën venin tan shenjt, na bëj edhe këtë shenjt. Na bën edhe këtë mirë. Apo edhe më të mirë." Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka përgjigj Allahu xhelel xhelal ka thënë: "Nimi namaz e pilon xhamin tonë." Se ata e ka caktuar Allahu pin qalu bala se do të jetë çfarë? Vendi më i shenjtë në Kabe, 100.000 namaze. Ama Medina, krasia e Medinës, mirësia e Medinës ka kartë ndërum xhamat. Ati kanë jetu njerëzit me vinja vite. Pse se ne kanë bërë Medinë? Se do të marrë njëri mirë.
Njeri I mirë I bën gjëra të ndëruar xhamat. Pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur në Medinë sefte ka ndërtuar një xhami pak para se me mri Medinë. Kur shkojnë njerëzit të vizitojnë atë xhami, Allah na mëson me vizitoj ya Rabbul Alamin. Për çfarë arsye? Që të na mëson Zoti I Madh xhel xhelalu, që neve ta lipim bereqetin pi Zotit. Kur ije njeri mirë nuk ka problem ku ije. Pejgamberi sa me kalon Mekkën, to e lan Mekkën te kodra e fundit, mas asaj nuk ka pa mo me çabja, ka hip në atë kodër sikur Ibrahim alayhis salam ka thënë oj Mekkë, e di se je veni më I mirë në botë. Ta Allahu subhanahu wa ta'ala më I dashuri. Edhe të une ka thonë mos me më pas për zonë kur s'kisha dal. Ama Allah ja ka penzon. Edhe e ban një Medinë, edhe kthehet prap në Qabe e cilon Qabën. Po këtë arsye të ndëruam xhamat, ta kuptojnë se njeri I mirë, njeri I bereqetshëm, njeri I cili Allahu xhel xhelalu I jep mirësi dhe është I mirë në bazën e vet, nuk ka problem ku është ai. A shkretin, a në urban, a në qytet, a në fshat. Ai e gjelbron aty. Ai e gjelbron aty. Andaj lutë Allahin ti me dhon bereqet. Shumë për njerëzve kapën për çfarë? Kapën për objekti, kapën për vendin, thotë, këtu ti ai shohën njerëzit aty shkon qabe po. Po jo këtë kthehen me zemrën e mirë. Jo këtë kthehen me I shohin njerëz po sa shpesh shkojnë, apo shkon drun kthehet drun, shkon plep kthehet plep. Është sekreti mati mu kthi më I mirë sa ki shkuar. O shqetësi e madhe ajo varet për zemrës tane. Po ti ju ki dalë karshi qabës, ama a e ka pranu kanali, a ka këtu dritarët hapur. Për këtë arsye Ibrahim a.s. shkojnë nga Iraku në Qabe për çfarë? Për t'i dhënë bereqet Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë? Ati venit me njerëzit e mirë. Me njerëzit e mirë. Tjetër të ndërum xhamat, çka na tregon Ibn Abbasi radhiyallahu an për ngjarjes, çfarë thot? Thot se pasi ka kalue në domethënë disa prej rafimit, thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, atje kur u takue me fisin Gjurhum, nana e Ismail pasi doli Zemzemi, çfarë I than ata a banna me ne këtu? Pas ka ujë. Çka I tha? Tha po. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa alfa dhalika Ismail wa hiya tuhibbu al-uns. Tha, dashti nana Ismailit Hajeri tjetoje pak me njerëzit, se kishte nevoj për shoqëri. E shprej këtë Ibn Qayyim el-Jauziy e shprej e tjetër. Thot fel insanu medeniu tabba. Insani për nga natyra është qytetar. Çka I vije këtë ndërum xhamat? Insani për nga natyra, pse janë kafët e mushta? Pse qyteti jo më I mush se fshati? Se njerëz për nga natyra dojnë njerëzit. Me njerëzit ko, apo? A keni pa njeri kur shkon për shembull kur do koft? Qoftë në qytet, qoftë në deti, qoftë, thot, ku nalet? Ku ka njerëzit? Ku ka njerëzit? Insani është medeniun bë taba, është pi natyrës, ka qef me njerëzit. Madje insani e ka marr emrin insan, se fjala insan çfarë është? Së në rrip pa dikan. Së në rrip pa dikan. Për këtë arsye të ndërmund xhamat, më I miri për njerëzve, të cilin ka thënë pejgamberi sa kush ai që më shumë ju bën dobi kujna njerëzve. Dhe pejgamberi alayhis salam edhe namazi ka thënë ndikon në çiket aspekt. Pse? Nëse njëri e fal namazin te shtëpia ka nish problem, veç e ka kri farzin. Çe e fal në xhami 27. Pse? Me njerëzi. Çka kjo? Me njerëzi. Ata njeri për nga natyra është I krijuar mos me mujt me nejt vet. Mos me mujt në me vet. Ademi alayhis salam e ka para se me zbil dunjaj Allah e ka dhënë xhenetin. E ka dhënë xhenetin. Çat xhenet kanë dojna me shkuç atje. Allah na mëson ya Rabbul Alamin. Mirë pa Ademi alayhis salam kur e ka dhënë Zoti xhenetin, hiç interesant ju ka duk. Hiç interesant ju ka duk. Kur u ka bëu interesant xheneti? Kur I ka nis me hec. Ti para më tash për shembull më kon këtë shkupi joti. Ama ta për shembull s'ka asnjëri. Sidomos asnjë gruaje. A të ven interesant? Zven interesant. Se s'ki për kanë mu lazdru, s'ki me kanë me po muhabet, s'ki për kanë me shlu e muzikën kërë haram, s'ki për kanë me shlu ilahijen, s'ki për kanë mundrejt, s'ki e. Ademi alayhis salam ja ka dhënë Allah I xhenetin. Sillu, pështillu, sa interesant. Ja kryon havën. Qëta që më interesant. Apo, a e ki pari nija ku shkon mu ullë kafe? Apo, kini po këto që ka bojnë menaxhimin e kafeve, si do mos se e ka mena ka harami. Thot beret I një gruje këtu, unë e isha që ishim bledi njerëzit. Meret I një kamer njerëk, e isha që ishvi njerëzit. Ti du po, e di, pse, kjo është e mendume me marketingun e, ka thonë pejgamberi alayhis salam, se femra do të keq shpërdorët. Femra do të keq shpërdorët. Për këtë arsye çka? Çfarë mësojnë ana piksana të ndërum xhamat?
Çfarë mësojnë ana? Piksojnë se insani për nga tabiati e do me njerëzi. E tani insani nuk po thënë me net haram. Nuk po thënë me bo harame. Mirë po, baza e Ademit alayhis salam ka qenë çka të bëjmë në xhenet vet atë. Çka të bëjmë në xhenet vet. Andaj të ndërrojmë një shiko. Kujdesuni që t'i runi lidhet me njerëzit. Njëri nuk e do shkretin, nuk e do vet. Shiko sot njerëzit e kanë drejt shtëpinë 3-4 kat. 2 javë vjen edhe e mshel. Shkret, veç e xhinet. Njerëzit janë të drejt shtëpi për xhinë. 2 javë vjen shkon gurbet. Por kanë drejt çdo këto. Por kanë drejt. Shtëpia sa do e vjetër me kon, me pas njerëzin ta është e këndshme. Shtëpia sa do e re me kon, s'ka njerëzin ta, a ki pa ti më thon rri çtu vet. Unë do mos më lër vet çu. Kjo çomal, ani ku ka njerëz që ti rrije. Çka tha Ademi alayhis salam kur i ardh Hava? Asta u bë interesant. Kur u bë interesant mësanena u bë rrezikshme. Se mësan normal se do të më gruajnë ka pak. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me paskon Hava, s'kish tradhtu gruaja. Ka thënë komentator që ka përmend këta Imam Qurtubiu në tefsirin e tij, ka thënë gruaja e ka nxit shpesh, ka thënë o Adem, ajo pema e ndalume, ka vetë diçka. O, që ato mobiljet e kojshijes, që ato janë matë mira, unë jam të të kalëzot tije. O, këto tonat janë 5.000 euro, të atina janë 1.000. Matë mira janë dhe dune e dije. Avo, këtë gjenetin e ka pos halal, pema e ndalume, o e diju në këtë mira t'i ka. I të interesanto që menon truni i Havës, edhe truni i Havave, bijeve të Havës. Që menon në detalin e ndalume. E kur e hangërën pemën, e shtini gruja me hangër burje mërë përgjithsien. Qka tha Allahu subhanahu wa ta'ala? U tha o Adem, mëse ha pemën. Fe asa Ademi hangër pemën. Për këta sujtë ndërëm gjëmat, nga kjo që kam sojna, se nana Ismailit, pësi i tha fisi gjurëmum rrini këtu? Ju tha rrini këtu, se njëri së rrivet. Ndë qëfar tha? Rrini këtu. Pasaj Allahu e shpërbleti që pi fisi gjurëmum me e gjetë një nuse për djalin e vetë. Për Ismailin alayhi salatu wassalam. Dhe tjetër të ndërum gjëmat dhe me këta po e përfundojna. Çfarë bani Ismaili alayhi salatu wassalam, çfarë bani Ibrahim alayhi salatu wassalam pasi që u martue Ismaili? Baba i vet Ibrahim alayhi salatu wassalam e vizitonte, ama kur e vizitonte, çka bante? E pyette gruajën e vet veç për një çështje. Çfarë çështje? Ku është Ismaili? Në gjuheti, jo të prit hazar, në gjuheti. E dyta, qysh jeni, apo ja dilni, me risk, me furnizim. Aja dojnë të një gjevab. Aja e prit të elhamdulillah, jena mirë. Gruja parës ja tha, gruja dit e tha. Andojt parës i tha, bani selam pragin të ndroje. Dytës i tha, bani selam pragin të maje. Që ta kuptojnë një sen të nërum gjemat. Po, prindje dhe masit i martohet e vladi, du të më kujdes për ta. Sepse njeri kur nuk i diket, sa i duhet një këshill, një opsion tjetër, një opinion tjetër, një mendim tjetër, ama jo mu përzin intimitet. Ti këshirem përgjithë që në vijat të rasha janë mirë, a janë të falë, a kanë risk, a e dojnë Allahin, a e dojnë pejgamberin alayhis salam, a e kanë moralin po. Ama na çka shkojna përzina, të ku zban mu përzije. Apo, këtë grujeve birë ku e gjete. Po nuk i tha Ismail o birë ku e gjete. O tha, përziti shka i tha, as nuk i interesojt përzitën ku e gjete. Tha kjo e dita maje, se pe doj ka Allahin dhe pejgamberin alayhis salam. Që të mësomi të ndërum gjëmat, është mirë me këshillue, por jo mu përzim privatsi. Ani gjaliot, apo, ki zdi, huruma, i hupto. Pse ka në jupt, kër ka dit me gjitë nuzë, qish ka në jupt. Apo, mirë po, qka du të muna më kujdes për ta? Du të më kujdes për fejnë e tyre. Në vit trash me kanë, mos i shkon vit hol. Po u përzitën vit hol, kimja u prish jetën. A kur përzi është vita e trasha, po, nëse ti e shetë që përshimu këtë ka humbë, atër dhe gjallit i pengon. Ismail a.s. se ka po muhabet, ka thonë baba jam akon ajo. Ki thonë ti dishka që s'duhet, që i babat ka po. Mësani qëfar babe ka? Ibrahim a.s. Ka ardi njeri të Imam Ahmedi. Edhe i ka thonë, o hoq, baba jam po më thot me shlugrujen. Ka thonë, pse po thot me shlugrujen? Ka thonë se pas ka dëgju një transmitim nga Omar ibn Khattabi, se Abdullah ibn Omeri ka pas një gruje, gjalli vetë. Edhe atë gruje se ka dash Omeri, se ka dash rejen. Edhe i ka thonë shloj këtë gruje. Edhe Abdullah ibn Omeri ka shku të pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, unë e kam një gruje, baba s'po ma do. Ka thonë, ngoj babën. Edhe ky njeri ka ardhur ka thonë, o hoq, Imam Ahmedi, edhe baba jam po argumentohet me Omerin. I ka thonë Imam Ahmedi, sa si sa kon dërvysh ai.
Ka thonë, ani, si të menoje baba jo që jo meri shloje. A mas ta ka maru ti pasullin vakte, shloje ke gruj se s'ka kusha piksaj. Jo, se kanari me shkajtu ma ti, a kanar komunisti. Ja, Omer Khattabi, qëtër shka ka pa ta e gruje? Ibrahim a.s. qëtër shka ka pa ta e gruje? Që i ka thonë, shloje pragin, o gjeljem, heke këtë prag. Apo, a më njani për neve pëse me shlue? Ju ka tek babës, apo, spele me këshir lajmët, apo, non stop me këtë fshisë ndorë. Jove për kësi detale, banale, nuk kryot problem. Për shka kryot problem të ndërum gjemat? Në ka kalzu për nga mësam për shka kryot problem? Për namaz edhe për nder. Për namaz, apo, s'janë në vitë zotit, s'janë në rrugë zotit. Po, du të me bëha problem tash. A du të me bëha problem. Ama në nuk bëjmë problem ku du të me bëha problem, për me bëha problem ati ku s'bëha problem. Him privatësi, e shof me degradimin, mesit e ton. Ave, kjo nuk ka problem që i shveshet. Me rancënia mut më bëjë qefin. A ti kana me të bëjë qefin, apo? Ta ngoje vjerën ajo. Ajo Allahu subhanahu wa ta'ala, Ibrahim a.s. nuk i tha ngoje muë. Me Allah që ki punt, me Zotin e madh që ki punt. Kur i ka njëri punt mirë me Allahin, me ketë kam i pas punt mirë. Po i dojnë problem me Zotin e madh. Po qka duhet mërë me pas punt mirë me tije? Qa duhet me pas mirë? Na me pas njëri problem me më konin ndjekt. Ti s'ki qef me pas punt me ta, po? Pse? A ki qef ti me pas punt me kriminal? Me thona, band vit, të rehona të shpja jo të se janë të mlip me mburgos. Që i thu ty? As me largojo. Me shtet i ka dal pun, ti del problem, apo? Po mi dal njerit pun me Allahin, ti më thonë, hajde të une. Që shmërë të ti, me Allahin e ka dal problem. Kur i del njerit problem me Zotin, me kërkan mund shumë me pas punë mirë. Andaj Ibrahim a.s. nuk u përzin privatësi, por u përzin në çështjen fetare. Çka i tha? Ndroje prage. Ktu ka edhe shumë mësime të ndërum xhamat. Do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala se si është zhvilluar ndërtimi i Qabës dhe cilat janë mësimet e ndërtimit të Qabës e cila qibla e jon. Elusim Zotin e madh në këtë ditë të mëdha, ditë të agjërimit, ditë të Ramazanit. Elusim Zotin e madh që Allahu t'i bën qabull veprat tona. Që Allahu subhanahu wa taala të na i pranon çdo kontribut dhe çdo përpjekje dhe çdo sakrificë dhe çdo flim që e bëjmë në mundësitë tona për hir të Zotit xhelel xhelalu. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu t'i fal gjunaat tona, t'i fal gabimet tona. Ne ban Allahu te bareke ve taala të pranuar çdo vepër tonë të mirë dhe të na shlyhen çdo mëkat tonin. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë me Islam, dhe të zhvillohemi me Islam dhe shpirtin Allahut t'ia dorëzojmë me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.